Aeroporti ndërkombëtar i Washington Dulles, Shtetet e Bashkuara. I pozicionuar vetëm 26 milje në perëndim të qendrës së Washington DC, ai shërben kryesisht për zonën metropolitane të qytetit dhe është porta kryesore ndërkombëtare e vendit. Ai u ndërtua në vitet 60, dyert i hapi në vitin 1962 dhe koncepti i tij strukturor është i tillë që vit pas viti mundëson zgjerime dhe përshtatje të reja në varësi të kërkesës dhe zhvillimeve ekonomike në tërësi. Fluturimet e menaxhuara prej tij kanë destinacione të shumta globale, të cilat piknisjen e kanë nga pistat gjigande. Për shkak të afërsisë me Washington DC, ky aeroport trajton një fluks të konsiderueshëm të udhëtimeve qeveritare dhe atyre diplomatike. Aeroporti ndërkombëtar i Orlandos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është një aeroport kyç për destinacionin popullor turistik të Orlandos në Florida dhe shërben si port kryesore për atraksionet e shumta të Floridas qendrore, duke përfshirë Walt Disney World, Universal Orlando Resort dhe të tjera destinacione të njohura. Këto karakteristika e bëjnë më të ngarkuarin në Florida. Veçoria e tij është fakti që është i vetmi aeroport amerikan me një strukturë multimodale dhe që ofron shërbim të dedikuar hekurudhor me shpejtësi të lartë përmes Brightline. Duke pasur parasysh vendodhjen e tij, aeroporti është shumë i orientuar drejt shërbimit të turistëve.